Nuk ishte një operacion shpëtimi, ishte një sekret që mund të ndiste një luftë. Në errësirën e natës, një avion pa shenja u ul në një bazë të braktisur ushtarake. Brenda tij nuk ishte ushtar të zakonshëm, por mercenar, njerëz që shteti nuk i pranonte publikisht. Ata kishin një mision, të shpëtonin vajzat e rrëmbyera. Por ajo që nuk dinin ishte se këto vajza nuk ishin thjesht viktima. Ato ishin qelsi një sekreti që mund të rrëzonte qeveri dhe të ndiste një luftë që askush nuk ishte gati ta përballonte. Dhe kur një nga mercenarët zbulon të vërtetën, ai kupton se nuk është dërguar për t'i shpëtuar. Ai është dërguar për të mos lënë asnjë dëshmitar gjallë. Era e ftohtë përplasej në fytyrat e tyre ndërsa qëndronin në pistën e errët. Nuk kishte flamuj, nuk kishte uniforme zyrtare. Vetëm armë të zeza, sy të ftohtë dhe heshtje. Komandanti i grupit, i njohur vetëm si Ardi, ndezi një cigare pa e ndezur fare. Një zakon i tij kur ishte në tension. Objektivi? Pyeti një nga mercenarët. Një burr me kostum të zi, i dal nga errësira, u afrua pa bërë zhurmë. 5 vajza, tha i shkurt, të rrëmbyer 3 javë më parë. Mbahen në territor armik. Një heshtje e rëndë ra mbi grup. Territor armik. Kjo nuk ishte më një mision shpëtimi, kjo ishte një provokim lufte. Pse ne? Pyeti Ardi duke shikuar drejt në sy. Burri buzëqeshi lehtë, por pa asnjë ngrohtësi. Sepse ju nuk ekzistoni. Kjo fjali i thoshte të gjitha. Nëse kapeshin nuk kishte shtet, nuk kishte mbrojtje, nuk kishte kthim, vetëm vdekje ose më keq. Ata u nisën brenda pak minutash. Avioni fluturoi në heshtje mbi det, pa radar, pa sinjale. Çdo gjë ishte e planifikuar deri në detaj, por diçka nuk shkonte. Ardi e ndjente. Ai kishte qenë në shumë misione, por kjo kishte një ndjesi ndryshe, si një kurth i përgatitur shumë mirë. Pas 3 orësh, ata zbarkuan në një zonë të pyllëzuar, disa kilometra larg objektivit. Lëvizje e heshtur. Pa gabime, tha Ardi. Ata përparuan si hije, duke shmangur patrullat, kamerat dhe sensorët. Ndërtesa ku mbaheshin vajzat ishte një ish bazë kërkimore, e rrethuar me roje të armatosura rënd. Shumë siguri për disa vajza, pëshpëriti një nga mercenarët. Ardi nuk u përgjigj. Ai po vëzhgonte çdo detaj. Dritaret ishin të mbyllura me metal. Rojat nuk lëviznin rastësisht, ato ishin të trajnuara ushtarakisht. Kjo nuk ishte një rrëmbim i zakonshëm. Ata hyn brenda në mënyrë perfekte. Pa zhurmë, pa alarme. Rojat ran një nga një. Dera e dhomës kryesore u hap me forcë. Dhe aty ishin vajzat. 5 prej tyre. Të lidhura. Të friksuara. Por diçka nuk shkonte. Njëra prej tyre nuk dukej si të tjerat. Ajo nuk qante. Nuk bërtiste. Ajo vetëm i shikonte me një qetësi të frikshme. Ardi u afrua. Jemi këtu për t'ju shpëtuar, tha ai. Vajza buzëqeshi lehtë. Një buzëqeshje që nuk kishte asnjë lidhje me shpëtimin. Shumë vonë pëshpëriti ajo. Dhe në atë moment alarmi u ndez. Sirena shpërtheu në gjithë ndërtesën. Dritat u ndezën. Zhurma e këmbëve dhe armëve u afrua nga çdo drejtim. Ishte kurth. Bërtiti një nga mercenarët. Ardi kapi vajzën nga krahu. Çfarë po ndodh? Ajo e pa drejt në sy. Shteti yt nuk ju dërgoi për të na shpëtuar, tha ajo me qetësi. Ai ndjeu një të ftohtë që i përshkoi trupin. Atëherë pse jemi këtu? Ajo u afrua më shumë, aq afër sa ai mund të ndjente frymëmarrjen e saj. Për të na zhdukur. Dhe në atë moment, Ardi kuptoi të vërtetën. Këto vajza nuk ishin thjesht viktima. Ato ishin prova. Dhe dikush donte që ato të mos ktheheshin kur gjallë. Alarmi u lërinte si një siren lufte ndërsa korridoret mbusheshin me hapa të rënd dhe klikime armësh. Ardi nuk kishte më kohë për dyshime. Formacion mbrojtës. Marrim vajzat dhe dalim. Urdhëroi ai, por brenda tij diçka ishte thyer. Fjalët e vajzës i jehonin në kokë. Për të na zhdukur. Plumbat filluan të përplaseshin në muret e betonit. Një nga mercenarët ra me një herë. Sniper! Bërtiti dikush. Grupi u shpërnda në pozicione. Ardi e tërhoqi vajzën misterioze pas një muri. Fol tani, çfarë dreqin jeni ju? Ajo e shikoi qetësisht, edhe pse vdekja po afrohej nga çdo anë. Ne nuk jemi thjesht vajza të rrëmbyera, tha ajo. Ne jemi dëshmitare. Një shpërthim tronditi ndërtesën. Pluhur dhe ty mbushën ajrin. Dëshmitare të çfarë? U lëriti Ardi.
Ajo heshti për një sekond, pastaj tha: "Të një eksperimenti." Një tjetër mercenar u rrëzua: "Po na mbyllin rrugët. Dalja është e bllokuar." Erdhi zëri nga radio. Ardi shtrëngoi dhëmbët. Kjo nuk ishte më një operacion, ishte një ekzekutim i organizuar. "Çfarë eksperimenti?" insistoi ai. Vajza u afrua më pranë, zëri i saj ishte pothuajse një përshpëritje. "Një projekt i përbashkët midis shtetit tënd dhe këtij shteti armik." Ardi u ngrir. "Kjo ishte e pamundur. Ose ndoshta jo." "Gënjen," tha ai, por zëri i tij nuk ishte më i sigurt. Ajo tundi kokën ngadalë. "Ne u përdorëm për të testuar diçka që nuk duhet të ekzistojë." "Çfarë?" pyeti ai, këtë herë me frikë të vërtetë. Ajo e pa drejt në sy. "Kontrollin e mendjes." Një heshtje e rëndë për një çast, pastaj një shpërthim tjetër e theu. "E pamundur," murmuriti Ardi. "Jo," tha ajo. "Shumë e mundur. Dhe shumë e suksesshme." Plumbat pushuan për një moment. "Shumë e çuditshme. Shumë e qetë." Ardi e ndjeu menjëherë, kjo ishte më keq se sulmi. Kjo ishte përgatitje. "Pse jeni ende gjallë atëherë?" pyeti ai. Ajo buzëqeshi lehtë. "Sepse ne rezistuam." Papritur, një zë i ftohtë u dëgjua nga altoparlantët në tavan. "Dorëzohuni. Misioni juaj ka përfunduar." Ardi ngriti syt. Ky nuk ishte zë i huaj. Ai e njihte. Ardi vazhdoi zëri. "E di që po më dëgjon." Sytë e tij u zgjeruan. "Jo," përshpëriti ai. Zëri ishte i shefit të tij, njeriu që e kishte dërguar në këtë mision. "Vajzat nuk duhet të dalin nga ajo ndërtesë," tha zëri me qetësi të frikshme. "Janë një rrezik për sigurinë kombëtare." Ardi shikoi vajzën, pastaj shokët e tij, ata që kishin mbetur gjallë, pastaj armën në dorë. "Pra është e vërtetë," tha ai ngadalë. "Po," u përgjigj zëri. "Dhe ti e di çfarë duhet të bësh." Një nga mercenarët u afrua. "Çfarë po ndodh? Kush është ai?" Ardi nuk u përgjigj menjëherë. Ai po luftonte me veten, me besimin, me të vërtetën. "Ne nuk jemi këtu për t'i shpëtuar," tha ai më në fund. "Semi këtu për t'i vrarë." Heshtje. Shokët e tij e pan të shokuar. "Po tallesh," tha njëri. Ardi nuk qeshi. Vajza misterioze e shikoi. "Dhe tani?" pyeti ajo. "Çfarë do bësh?" Jashtë, trupat armike po përgatiteshin për sulmin final. Brenda, tensioni ishte më i madh se kurrë. Ardi ngriti armën. Drejtoi drejt vajzës. Gishti mbi këmbës. Zemra që i rrihte si çekiç. Zëri në altoparlant u kthye. "Bëje, Ardi." Sekonda kaluan si orë. Pastaj, Ardi uli armën. "Jo." Një shpërthim i fortë tronditi ndërtesën ndërsa dyert u shembën. Forcat armike hyn brenda. Ardi u kthye nga ekipi i tij. "Kush është me mua vdes si njeri? Kush jo jeton si tradhtar?" Një nga një ata ngritën armët. Jo kundër vajzave, por kundër botës. Dhe në atë moment filloi lufta e vërtetë. Dera shpërtheu me një zhurmë që shurdhoi gjithçka. Forcat armike hyn si stuhi, të pajisur rënd, të koordinuar, pas një hezitim për të vrarë. Por këtë herë nuk përballeshin me një grup të zakonshëm. Mbrojtje rrethore. U lëriti Ardi. Plumbat filluan të përplaseshin në çdo drejtim. Drita u shua për një moment dhe korridori u mbush me flak dhe tym. Një nga mercenarët hodhi një granat tymuese. "Lëvizni, tani!" bërtiti ai. Ardi kapi vajzën misterioze. "Të nxjerrim nga këtu, pastaj më tregon gjithçka." Ajo nuk rezistoi, por sytë e saj nuk shikonin si një viktim. Ato shikonin si dikush që e dinte fundin. Grupi lëvizi në për korridore alternative. Hartat që kishin nuk përputheshin më. Dikush i kishte ndryshuar. Dikush i kishte tradhtuar shumë kohë më parë. "Jemi të rrethuar." Erdhi zëri nga radio. Një tjetër mercenar u rrëzua. Numri i tyre po binte. Shpejt. Ardi ndaloi për një moment në një dhomë kontrolli të shkatëruar. Ekranet ishin të thyera, por njëri ende punonte. Ai u afrua. Dhe ajo që pa i ngriti gjakun. Video. Dosje. Regjistrime. Vajzat në laborator. Të lidhura. Të ekspozuara ndaj pajisjeve të çuditshme. Shkencëtar që flisnin në dy gjuhë të ndryshme, por me të njëjtin qëllim. Projekti Orion. Ardi përshpëriti emrin. "Çfarë është kjo?"
Vajza misterioze u afrua pranë tij. Është ajo që të thash, tha ajo. Kontrolli i mendjes. Ai shikoi ekranin. Një nga regjistrimet tregonte një nga vajzat duke qëndruar e palëvizshme ndërsa një shkencëtar i jepte urdhra. Ajo i bindej pa asnjë reagim, si një makinë. Por ne rezistuam, shtoi vajza. Jo të gjitha, por disa prej nesh. Një tjetër shpërthim. Koha po mbaronte. Pse jeni kaq të rëndësishme? Pyeti Ardi. Sepse ne jemi provë që projekti funksionon, tha ajo, dhe provë që mund të dështoj. Ai e kuptoi menjëherë. Nëse këto vajza dilnin gjallë, e vërteta do të dilte. Dhe kjo do të thoshte një gjë. Skandal global, tradhti mes shteteve, luftë, papritur radioja u ndez vet, por këtë herë nuk ishte shefi, ishte një zë tjetër, një general i shtetit armik. Dorëzohuni menjëherë, tha zëri. Ne e dim që i keni vajzat. Ato nuk duhet të largohen nga territori ynë. Ardi qeshi me ironi. Sa ironike, tha ai. Të dyja palët duan të njëjtën gjë. Po, tha vajza, sepse të dyja palët janë fajtore. Heshtje, e rënd, e padurueshme. Një mercenar tjetër u afrua, i plagosur rënd. Ardi nuk dalim dot nga këtu. Ardi shikoi rreth e rrotull. Muret po shembeshin. Armisht po afroheshin. Koha kishte mbaruar. Ka vetëm një mënyrë, tha ai. Ai u kthye nga vajza. Sa prej jush mund ta kontrolloni atë fuqinë? Ajo e shikoi për disa sekonda. Pastaj tha. 3. Mirë, tha Ardi. Do ta përdorim. Mercenarët e pan të habitur. Çfarë po mendon? Pyeti njëri. Ardi mori frymthell. Do ta kthejmë këtë vend kundër tyre. Vajza u afrua. Është e rrezikshme, tha ajo. Ne nuk e kontrollojmë plotësisht. Ardi buzëqeshi lehtë. Asun nuk kontrolloj këtë situatë. Jashtë, forcat armike po përgatiteshin për sulmin final. Brenda diçka tjetër po zgjohej. 3 vajzat u ulën në tokë. Sytë e tyre u mbyllën. Një heshtje e frikshme mbushi dhomën. Dhe pastaj, dritat filluan të pulsonin. Ekranet u ndezën vetë. Radioja shpërtheu me zëra të çuditshëm. Ushtarët jashtë ndaluan. Konfuzion, frikë. Çfarë po ndodh? Dëgjohej nga jashtë. Brenda një nga vajzat hapi sytë, por nuk ishte më e njëjta. Filloi pëshpëriti ajo. Papritur, ushtarët jashtë filluan të kthejnë armët kundër njëri tjetrit. Bërtitje, kaos, plumba në çdo drejtim. Ardi pa gjithçka i habitur. E pabesueshme. Por vajza e shikoi me një shprehje të errët. Kjo është vetëm fillimi. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti ai. Ajo u afrua ngadalë. Nëse kjo fuqi del jashtë kontrollit, ajo ndaloi për një moment. Pastaj tha, jo vetëm kjo ndërtesë, por e gjithë bota mund të bjerë. Ardi e kuptoi. Kjo nuk ishte më një mision. As një luftë. Kjo ishte diçka shumë më e madhe. Kaosi jashtë ishte kthyer në ferë. Ushtarët po qellonin njëri tjetrin pa e ditur pse. Disa u lërinin, disa qeshnin në mënyrë të çmendur, disa thjesht qëndronin të ngrirë, si kukulla pa shpirt. Ardi e kuptoi menjëherë. Kjo nuk ishte thjesht fuqi. Kjo ishte armë. Ndalojeni. U lëriti ai. 3 vajzat nuk reaguan. Sytë e tyre ishin të hapur, por bosh. Të lidhur diku tjetër. Një nga mercenarët u afrua me panik. Po humbasin kontrollin. Dhe kishte të drejtë. Një nga vajzat filloi të dridhej fort. Gjaku i rrithte nga hunda. Një tjetër filloi të bërtiste pa zë. E treta buzëqeshte. Një buzëqeshje që nuk ishte njerëzore. Vajza misterioze u kthye nga Ardi. Duhet i ndalojmë tani, ose nuk ka kthim. Si? Pyeti ai duke mbajtur armën fort. Ajo heshti për një moment. Pastaj tha fjale që ai nuk donte t'i dëgjonte. Duke i vrarë. Një heshtje e rënd ra në dhomë. Jo, tha Ardi. Po, insistoi ajo. Nëse vazhdojnë do të kontrollojnë më shumë njerëz. Pastaj më shumë. Pastaj askush nuk do të jetë i lirë. Një tjetër shpërthim tronditi ndërtesën. Tavani filloi të shembet. Koha po mbaronte. Ardi pa vajzat. Të pafajshme, por të kthyer në diçka që nuk duhet të ekzistonte. Ai kishte 2 zgjedhje. Ti shpëtonte dhe të rrezikonte botën, ose ti vriste dhe të shpëtonte gjithçka. Ardi, tha një nga mercenarët me zë të ulët. Nuk kemi shumë kohë.
Ai mbylli syt për një moment. Kujtime, misione, gabime, gjithçka që kishte bërë për një shtet që e kishte tradhtuar, për një urdhër që nuk kishte qenë kurrë i drejtë. Ai hapi syt dhe mori vendimin. Ai ngriti armën, por jo drejt vajzave. U lëriti ai. Ai qëlloi panelin elektrik në mur. Shkëndia shpërthyen, dritat u fikën, pajisjet u shuan, vajzat u rrëzuan në tokë menjëherë. Fuqia u ndërpre, heshtje, pastaj frymarrje. Ato ishin ende gjallë. Vajza misterioze e pa me habi. Ti i shpëtove. Ardi uli armën. Jo, tha ai, bleva kohë. Jashtë ushtarët po rikuperoheshin, por tani ata ishin më të zemëruar se kur. Radioja u ndes përsëri. Këtë herë dy zëra njëkohësisht. Shefi i tij. Ardi, ke dështuar. Generali Armi. Do të shkatërrojmë gjithë ndërtesën. Ardi buzëqeshi me hidhërim. Pra të dyja palët kanë vendosur. Vajza u afrua. Çfarë do bëjmë tani? Ai pa rreth e rrotull. Ndërtesa po shembej. Armisht po afroheshin. Dhe tani edhe shteti i tij ishte kundër tij. Dalim nga këtu, tha ai. Është e pamundur, tha një mercenar. Ardi e pa drejt në sy. Asgjë nuk është e pamundur, kur nuk kem asgjë për të humbur. Ai mori një pajisje nga çanta. Një sinjalizues. Vajza e njohu menjëherë. Çfarë është kjo? Ai e shikoi. Pastaj tha. Një plan i fundit. Ai shtypi butonin. Disa sekonda heshtje. Pastaj. Një zhurmë në qiell. Një avion luftarak u shfaq mbi ndërtesë. Por nuk kishte shenja. As flamur. As identitet. Jo, pëshpëriti një nga mercenarët. Ardi e dinte çfarë do të thoshte kjo. Do ta bombardojnë, tha ai. Vajza e pa me sy të zgjeruar. Me ne brenda. Ai tundi kokën. Ky ishte gjithmonë fundi i planit. Heshtje. Pastaj vajza e pa drejt në sy. Ka një mënyrë tjetër. Ardi u kthye. Çfarë? Ajo mori frymthell. Nëse ne përdorim fuqinë edhe një herë. Ai e ndërpreu. Jo. E pam çfarë ndodh. Ajo tundi kokën. Këtë herë unë do ta kontrolloj. Ai hezitoi. Avioni po afrohej. Sekondat po mbaronin. Besom, tha ajo. Ardi e pa për disa sekonda. Pastaj uli kokën lehtë. Bëje. Ajo mbylli syt. Fryma e saj u ngadalsua. Dhe në atë moment, gjithçka u ndal. Avioni në qiell u ngrir në vend. Ushtarët u ndalën. Pluhuri në ajër qëndroi pezull. Koha vet dukej sikur u thye. Ardi pa rreth e rrotull i tronditur. Çfarë ke bër? Ajo hapi syt. Dhe këtë herë, ata nuk ishin më njerëzor. Na dhash një shans. Gjithçka ishte ngrirë. Pluhuri qëndronte në ajër si yje të palëvizshëm. Plumbat ishin pezull në mes të fluturimit. Ushtarët si statuja pa jetë. Edhe zëri kishte vdekur. Vetëm Ardi dhe vajza lëviznin. Sa kohë kemi? Pyeti ai me zë të ulët, sikur kishte frikë të thyente këtë realitet të çuditshëm. Jo shumë, tha ajo, duke u mbajtur me vështirësi në këmbë. Çdo sekond më kushton. Ardi e kuptoi menjëherë. Kjo fuqi nuk ishte dhuratë, ishte sakrificë. Të tjerët, pyeti ai duke parë vajzat e tjera. Janë të dobëta, nuk mund ta përballojnë këtë. Ai shtrëngoi dhëmbët. Pra gjithçka varej nga ajo. Dëgjo me kujdes, tha ajo. Ka vetëm një mënyrë për ta ndalur këtë përgjithmonë. Ardi e pa drejt në sy. Thuaje. Ajo mori frymthell. Qendra kryesore e kontrollit është poshtë kësaj ndërtese. Ai u habi. Ka më shumë. Ajo tundi kokën. Ky ishte vetëm një laborator, por sinjali buron nga poshtë. Një bërtham. Dhe nëse e shkatërrojmë, ajo e pa me një shprehje të rëndë. Fuqia zhduket. Një pauzë. Po ti? Pyeti Ardi. Ajo nuk u përgjigj menjëherë. Kjo ishte përgjigja. Do vdesësh, tha ai. Ajo buzëqeshi lehtë. Un kam vdekur që ditën që më morën. Heshtje. Ardi shikoi rreth e rrotull. Një botë ngrirë. Një shans i vetëm. Ku është hyrja? Pyeti ai. Ajo ngriti dorën me vështirësi dhe tregoi drejt dyshemes metalike në fund të dhomës. Poshtë. Ardi nuk humbi kohë. Ai goditi panelin me forcë. Një derë fshehtë u hap me një kërcitje të rëndë.
Një shkallë e errët zbriste në thellësi. Unë shkoj, tha ai. Ajo e kapi nga krahu. Jo, nuk do kesh kohë të dalësh. Ai e pa. Sytë e saj për herë të parë dukeshin njerëzor. Dikush duhet ta bëj, tha ai. Jo ti, përshpëriti ajo, por Ardi tashmë kishte vendosur. Ai u kthye nga mercenarët e ngrirë. Shokët e tij, njerëzit që nuk do të dinin kur çfarë ndodhi. Na falni, tha ai me zë të ulët. Pastaj zbriti në errësirë. Çdo hapje honte në shkallët metalike. Zemra i rrihte fort. Koha po kthehej. Ai e ndjente. Poshtë gjeti atë. Bërthamën. Një makinë gjigante. Drita që pulsonin. Zhurma e energjisë që dridhte ajrin. Orion përshpëriti ai. Ai vendosi eksplozivin. Duart i dridheshin. Jo nga frika, por nga pesha e vendimit. Radioja papritur u ndez. Zëri i shefit të tij. Ardi, nëse e bën këtë nuk ka kthim. Ardi buzëqeshi lehtë. E di, do të zhdukësh gjithçka, edhe veten. Ai mbylli syt për një moment. Pastaj tha, më mirë kështu se sa të jetoj në një botë që kontrollohet nga gënjeshtra. Ai ndërpreu lidhjen. Lart. Vajza po do bësohej. Koha po thyhej. Realiteti po lëkundej. Ajo përshpëriti. Shpejto. Poshtë. Ardi vendosi dorën mbi detonator. Një sekond. Një frymëmarrje. Një jetë. Ai mendoi për gjithçka që kishte humbur. Për gjithçka që nuk do të kishte. Pastaj. Shtypi butonin. Një dritë e bardhë përpiu gjithçka. Lart. Vajza buzëqeshi për herë të fundit. Koha u kthye. Avioni lëshoi bombën. Por ishte shumë vonë. Një shpërthim nga brenda. Përplasi gjithçka përpara se bomba të prekte tokën. Ndërtesa u zhdu. Makina. Sekretet. Provat. Gjithçka u fshi. Disa ditë më vonë. Lajmet raportuan një incident të paqartë në territor armik. Asnjë detaj. Asnjë emër. Asnjë e vërtet. Operacioni nuk kishte ekzistuar kurrë. Por diku. Në një dosje të mbyllur thellë. Një emër ishte shkruar. Ardi i zhdukur në detyrë. Dhe poshtë tij, një fjalë e vetme. Dështoj ose shpëtoj botën.